Mirë mbrëma. Po them në fillim për shërbimet që unë ofroj. Si fillim bëj lidhje të drejtë për drejtë, siç e shikoni, kam bërë edhe para 2 ditësh, ishte në lidhje, kishim pyetje përgjigje. Sot është në lidhje me javën në vazhdim. Do të jetë nga dita e hënë deri në ditën e diel, datën 19 deri në datën 25. Këtë video do ta vë tek kanali im i YouTube-it, ku do të ndaj dhe me shenja. Ndërkohë që do të bëj edhe një lidhje të drejtë për drejtë nesër për hënën e re, e cila do të jetë në datën 27. Përshëndetje. Tani, këto janë shërbimet të cilat unë i bëj për publikun, pra për ju, ndërkohë që çdo gjë që ngelet e pathënë, sepse është e pamundur të thonë të gjitha, pak më tepër që ka dhe informacione që kanë të bëjnë vetëm me individin dhe ato janë të pamundura që t'i jepen në këto lidhje drejt për drejtë që janë të përgjithshme. Unë në këtë rast ofroj shërbimet e mia, konsulta, të themi, ku bëj analizën e hartës personale, hartën e lindjes. Aty mund të gjejmë edhe ascendentin tuaj, në qoftë se nuk e dini orën tuaj të saktë, ndërkohë mund të bëjmë edhe analizën e lidhjes e të tjerë e të tjerë. Të gjitha këto, ose më tepër për të prenotuar konsultën tuaj, mund të më shkruani nga WhatsApp-i ose nga Instagram-i. Të gjitha këto informacione i keni poshtë çdo postimi që bëj ose tek profili. Okej, beqë mbarëm punë me këtë pjesë, tani po fillojmë tek analiza e javës në vazhdim. Java e parafundit e majit është një javë goxha e ngjeshur. Kemi në të vërtetë 2 kalime shumë të rëndësishme. Një, dielli do të kalojë tek shenja e binjakëve, pra ne të gjithë do të fillojmë që të përjetojmë tashmësinë e binjakëve. Është pjesa e fundit e pranverës, prandaj dhe natyra, ashtu si dhe ne, do të fillojë që të përgatitet për sjelljen e verës. Do të kemi një ndryshim shumë të madh edhe në emocionet tona, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në trupin ton, pra në anën tonë fizike, ku mund të kemi edhe ndryshime të shumta në lidhje me shëndetin. Për këtë arsye, si gjithmonë, do të jemi gjithmonë të vëmendshëm. Në ndryshimin e stileve gjithmonë mund të kemi probleme, dhe duke qenë se do të kemi kalimin tek shenja e binjakëve, e cila do të thotë edhe mushkrit, sepse kjo është pjesa që përfaqëson të trupi jon, mund të thotë që do të kemi edhe një ndjeshmëri më të madhe tek pjesa e mushkrive dhe tek frymarrja. Për këtë arsye, do të jemi shumë herë më të kujdesshëm në lidhje me këtë temë. Në qoftë se kemi një viroz ose kemi rreth e rrotull persona të cilët nuk ndihen fort mirë, do të marrim masa të përforcojmë më tepër imunitetin tonë në mënyrë që të mos kemi probleme në lidhje me shëndetin. Datat 19 dhe 20, pra nesër, dita e hënë dhe dita e martë, janë vërtet shumë të rëndësishme sepse dielli do të jetë në gradet e fundit të shenjës së Demit dhe do të ketë një kënd pozitiv në të vërtetë me Saturnin. Ky do të jetë vazhdueshëm gjatë gjithë javës për këndi pozitiv me Saturnin, por dita e nesërme dhe pas nesërme, duke qenë se do të jetë grada e fundit e shenjës së Demit, kjo mund të thotë edhe kriza. Në disa raste mund të thotë edhe shpërthime. Të këto mund të jenë së bashku, me të themi, me një komunikim vërtet shumë të dobët, ose në disa raste fokusimi tek ideologji të gabuar, fokusimi tek tradita të cilat ne edhe i kemi provuar që janë të gabuar dhe thjesht vazhdojmë thjesht për inerci. Kjo është problemi më i madh i 2 ditëve në vazhdim, ndërkohë që për sa i përket natyrës, duke qenë se Saturni do të jetë grada e fundit e peshqive, këtë e përmenda edhe tek lidhja e drejtë për drejtë e kaluar, po e përmend përsëri. Grada e fundit e shenjës së peshqive është vërtet e rrezikshme për sa i përket natyrës, edhe natyrës që na rrethon, pra edhe natyrës tonë njerëzore, sepse mund të shkaktojë tërmete dhe shpërthime pothuajse të menjëhershme. Në këtë rast, 2 ditët në vazhdim do t'i këshilloj të gjithëve që të jemi vërtet shumë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm, pra të jemi të përgatitur për pothuajse gjithçka e kërkojnë ndjes, duke qenë se mund të kemi një agresivitet të lartë, duhet të jemi shumë të vëmendshëm për atë çfarë themi, të jemi empatik, po ashtu edhe të mundohemi që të kuptojmë më mirë botën tonë të brendshme, sepse mund t'i keq kuptojmë edhe veten tonë, po ashtu dhe personat përballë. Ndërkohë që data 20 maj në darkë, në orën 21 më të themi, dielli do të kalojë tek shenja e binjakëve. Për këtë arsye komunikimi do të fillojë që të bëhet shumë më pozitiv. Ne do të jemi shumë më të aftë për të perceptuar atë çfarë po na thon të tjerët, pra për të kuptuar mirë të tjerët dhe nga ana tjetër dhe të shprehemi shumë më mirë. Për Shqipërinë kjo është diçka vërtet shumë e mirë sepse ne kemi ascendent tek shenja e binjakëve. Në kjo kohë do të thotë edhe marrëveshje shumë të mira nga ana
e tregtisë, nga ana edhe pra njerit dhe nga ana materiale. Është e përgjithshme për të sidomos për personat të cilët jetojnë brenda përvendit Shqipërisë, sepse do të kemi një komunikim shumë më tepër efektiv. Ndërkohë që data 25 maj i përkon me kalimin e Saturnit tek shenja e Dashit. Saturni tek shenja e Dashit do të kalojë në orët e para të datës 25, që është dita e diel, dhe kjo do të thotë një pikëvështrim i ri tek traditat dhe tek tabut të cilat ne kemi. Do të fillojmë që të shikojmë një pikëvështrim vërtet shumë më tepër pozitiv. Mund të kemi rënimi bile të këtyre traditave nëse nuk janë të shëndetshme. Dhe do të hedhim hapa më konkrete, të cilat do të na ndihmojnë që të jemi më të vendosur. Kjo nuk do të ndodhi vetëm nga kalimi i Saturnit, por do të ndodhi edhe sepse gjatë gjithë javës në vazhdim, pothuajse më të themi, do të kemi një kënd pozitiv midis diellit dhe Plutonit. Kjo do të na bëjë neve më të vendosur, do të kemi një prezencë shumë më të dhe një komunikim shumë më të fuqishëm. Pra, në këtë rast, të gjitha problemet që mund të kenë ekzistuar si në marrëdhënie në çift, po ashtu edhe në probleme që mund të kenë ekzistuar në marrëdhënien që ne kemi me prorën tonë, pra në lidhje me karrierën, apo mosmarrveshje që mund të kemi pasur në lidhje me kontrata të ndryshme. Në këtë rast do të fillojmë që të kemi të gjejmë ne vetë zgjidhje, pra do të shikojmë përtej asaj që jemi mësuar deri tani, do të fillojmë që të shikojmë rrugë të reja. Automatikisht do të kenë një ndihmë shumë të madhe në jetën tonë. Këto ishin ndikimet e përgjithshme. Tani po kaloj tek ndikimet që do të kemi tek shenjat. Kësaj radhe kam marrë shënime vërtet shumë të gjëra, sepse doja të bëja një analizë vërtet të detajuar. Atëherë, gjatë këtyre 2 ditëve në vazhdim, do të vazhdojmë që të jemi në ndikimin e këndit negativ midis Mërkurit dhe Marsit. Për këtë bëra një postim, gjithsesi po e ripërsëris, këndi negativ midis Mërkurit dhe Marsit do të thënë komunikim të gabuar. Mund të jemi shumë impulsiv në përdorimin e komunikimit tonë, të fjalëve tona, dhe këto ta ndiejë shumë më tepër shenja e Dashit. Duke qenë se drejtuesi i tyre Marsi është në kënd negativ pra me Mërkurin, i cili në këto momente është i vendosur tek shenja e Demit. Kjo për shenjën e Dashit mund të thotë edhe probleme në lidhje me të ardhurat materiale, mund të bëjnë harxime të shumta, në të njëjtën kohë mund të jenë vërtet shumë impulsiv. Dhe mund të jenë pak të lodhur shenja e Dashit në këto momente, sepse puna që kam bërë ndoshta nuk kam marrë rezultatet që dëshirojnë, mund të kem pasur vonesa në lidhje me pagesat që kam pasur gjatë kësaj periudhe, apo mund të kem pasur harxime të papritura dhe të pakuptimta në disa raste, por lajmi i mirë është që gjatë kësaj jave do të kemi një përmirësim të dukshëm pikërisht në këtë temë, sepse siç e përmenda, komunikimi është vërtet shumë i fuqishëm dhe ata do të dinë vetë se si t'i kërkojnë këtë të ardhur materiale. Do të kemi të ardhura të papritura, me mirë të themi, por gjithsesi duhet vazhdojmë që të jemi shumë të kujdesshëm për çfarë i harxojmë, pra për harximet që bëjmë gjatë kësaj jave duhet të jemi vërtet shumë të kujdesshëm. Lidhjet e zemrës, për çështjet sentimentale gjatë kësaj jave janë vërtet shumë pozitive, duke qenë se do të kemi gjatë gjithë javës një kënd pozitiv midis Venusit dhe Marsit. Për shenjën e Dashit, kjo do të thënë fillime të reja, surprizë. Kemi një javë e cila do të jetë e mbushur plot me emocione, kjo është e vlefshme si për lidhjet aktuale, po ashtu edhe për lidhjet e reja, të cilat do të kemi dhe mundësi të shumta, hyrje të shumta të personave në jetën tonë. Kemi një pasion shumë të lartë dhe një fokusim i cili duhet drejtuar tek vetja në mënyrë që të rriten dhe të mund të avancojnë. Këtu kemi një mundësi shumë të madhe për të avancuar si në karrierë, po ashtu një mundësi shumë të madhe për të zgjeruar edhe vetë si individ. Mund të përballemi me xhelozi nga partnerët, pra ata që janë normalisht në lidhje, po ashtu edhe nga personat të tjerë që kemi rreth tonë. Në këtë rast do të këshilloj që fokusimi i tyre të ngelet tek vetja e tyre, sepse do të arrijnë që të perceptojnë më mirë se cila është rruga që duhet të ndjekin për të kaluar këtë javë me më pak probleme. Okej, këto ishte ato çfarë kisha për shenjën e Dashit. Ndërkohë që për Demin. Demi do të rebelohet. Arsyeja që do të rebelohet Demi është sepse kemi një
diell i cili vazhdon që të jetë tek shenjat e tyre, sidomos këto 2 ditë do ta ndjejnë edhe më tepër, pra ditën e hënë të martë, i cili është në takim me Uranin. Kjo sjell të papritura dhe tërmete në jetën e tyre dhe fokuson ata, i detyron më mirë të them që të fokuson tek çdo gjë që nuk është e shëndetshme në jetën e tyre. Sidomos për sa i përket marrëdhënieve. Në qoftë se për shembull dimit kemi qenë në një marrëdhënie e cila nuk ishte funksionale apo është toksike, në disa raste mund edhe ta kemi zvaritur sepse nuk dëshironim që të ishim vetëm e të tjerë. Ose kjo nuk është e vlefshme vetëm për jetën sentimentale, është e vlefshme edhe në lidhje me shoqërinë, po është e vlefshme edhe në lidhje me familje, me personat të cilët konsiderojnë familje mirë të themi. Në këtë rast do të kemi një zim për shenjat e dimit dhe do të fillojnë që të përzjedhin jetën e tyre vetëm personat të cilët janë të shëndetshëm për ta. Këto do ta bëjmë pothuajse në mënyrë automatike, nuk është se do të kenë shumë mundësi sepse janë shumë të lodhur pra nga gjithë stresi që mund të jetë gjatë kësaj periudhe. Mund të jenë pak më të nervikosur demat gjatë javës, kështu që lutem ata që kanë dem në jetën e tyre mos i prekin shumë sepse vërtet kanë kaluar ëndrralla shumë të mëdha gjatë kësaj periudhe dhe kanë nevojë për të shplodhur dhe për të qetësuar. Çdo ndryshim që po ndodh në këtë moment në jetën e tyre janë të detyruar që ta pranojnë, ndryshe krijohet një trystim vërtet shumë i madh brenda botës në botën e tyre të brendshme, më të themi. Ajo çfarë do t'i këshilloja bile shenjës së dimit do të ishte që të ishin pak më kurajos për të pranuar ndryshimin, sepse është i pandalshëm në këto momente. Bile do të them që në qoftë se pranoj, të kuptojnë edhe vetë që është vërtet shumë i dobishëm, do të kenë një përmirësim të dukshëm në mirëqenien e tyre, sepse morali i tyre do të ngrihet dhe automatikisht kjo do të sjellë edhe të ardhurat të mira materiale, do të krijojë një stabilitet vërtet shumë të madh, sidomos duke filluar nga data 21, sepse siç e përmenda në datën 20, por është shumë vonë në darkë, do të kalojë dielli tek shenja e binjakëve, kjo por ta domethënë një rregullim të dukshëm në anën e tyre materiale. Prandaj dhe do të vëmë edhe një vetbesim më të lartë, duke qenë se këto të dy për shenjat e dimit janë gjithmonë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Atëherë binjakët. Por binjakët e përmenda faktikisht edhe këtë tek lidhja e drejtpërdrejtë që bëra para 2 ditësh, që janë vërtet shumë të lodhur sepse Jupiteri i ka lodhur vërtet shumë. I ka detyruar që të ishin empatik dhe kjo ka krijuar në jetën e tyre, në botën e tyre vërtet shumë trysni. Ajo çfarë do t'i këshilloja, po filloj me një këshill për binjakët për këtë javë, është që të rregullojnë pritshmëritë e tyre në bazë të personave që kanë përballë. Jo të gjithë janë të aftë që të kuptojnë dhe të perceptojnë situatat ashtu siç duhet. Dhe në momentin që shenja e binjakëve e rregullon pritshmërinë në bazë të personit që ka përballë, atëherë është më tepër i aftë për të rregulluar ambientin që e rrethon, ose për të bërë vetë punën të cilët i takon, në mënyrë që të ketë një jetë më të shëndetshme, më të begatë e të tjerë. Do të kemi një rritje shumë të madhe në intuit gjatë kësaj periudhe dhe me kalimin edhe të diellit tek shenja e tyre, që është në datën 20, por do ta ndjejmë më tepër automatikisht duke filluar nga data 21, do të kemi një përmirësim të dukshëm në moralin e tyre të përgjithshëm. Mbi të gjitha, duke qenë se njëjti diell do të jetë edhe në kënd pozitiv me Saturnin, kjo do t'i jap atyre një qëndrueshmëri shumë të madhe, do të kemë më tepër pozit në jetën e tyre. Do të dëgjohet më tepër fjala, intuita siç e përmenda do të shtohet edhe më tepër dhe këtë intuit do të jenë më të aftë për ta përdorur në mënyrë që të kemi një zhvillim vërtet shumë të madh, si përsa përket karrierës, po ashtu dhe në jetën e tyre personale, ku do të them gjatë kësaj periudhe mund të kemi ndryshime të shumta. Jemi në një fazë ku duke qenë se 2 planetet që kanë të bëjnë me jetën tonë sentimentale, pra Venusi dhe Marsi, janë në kënd pozitiv me njëri tjetrin. Për shenjën e binjakëve dhe për të gjithë ne, por sidomos për shenjën e binjakëve, domethënë përballen me personin i cili është pak a shumë personi tipi tyre ideal, pra edhe në karakter dhe në paraqitje. Në këtë rast, në qoftë se përdorim intuitën tonë, normalisht mund të kemi fillime të lidhjeve vërtet shumë pozitive dhe shumë të shëndetshme, ndërkohë që për lidhjet aktuale, në qoftë se arrijmë që të përdorim intuitën dhe komunikimin në mënyrë se si duhet, pra të mos jemi shumë agresiv në komunikimin tonë, atëherë do të kemi mundësi për të rregulluar dhe për të pasur një javë vërtet shumë pozitive dhe romantike, më duhet të shtoj. Edhe një këshill tjetër për ta mbyllur me binjakët është të vrojtoni mirë trupin tuaj, vrojtoni mirë edhe forcën tuaj të brendshme, sepse kjo do t'ju ndihmojë shumë për të
përmirësuar goxha jetën tuaj, këto përmirësim do të fillojmë që ta vëmë re shumë herë më tepër pas datës 10 qershor, se më thënë pas datës 9, po 10 do të ndjem pak më tepër. Atëherë, në qoftë se do të duam që të përfitojmë sa më tepër pas asaj date, do të fillojmë që të hedhim hapat shumë të shëndetshëm në këto momente. Dhe gaforia. Atëherë, gaforia. Për gaforen, kemi në këto momente disa ndryshime vërtet shumë të rëndësishme të cilat mund të bëhen dhe pak të lodhshme, sepse i duhet që të bëj kujdes pothuajse nga çdo anë. I duhet të bëj kujdes nga shoqëria, i duhet të bëj kujdes nga intuita e saj ose nga bota e saj brendshme, sepse janë vërtet shumë të ngarkuar. Sapo kishim një hënë të plotë, e cila ishte tek shenja e akrepit, dhe kjo e ngarkoi vërtet shumë në shenjën e gaforës. Gjatë gjithë sa jave, mund ta kemi ndjerë bilet e gjatë sa fundjavë, por gjatë gjithë sa jave do të vazhdojmë që të kemi të njëjtat tema. Mund të përballemi me situata vërtet shumë të agravuara, në të cilat ne jemi të detyruar që të vëmë kufin të shëndetshëm. Dhe kjo është pikërisht ajo çfarë duhet që të bëj gaforës në mënyrë që të kemi një javë më të qetë. Duhet të vej kufi të shëndetshëm. Pavarësisht të gjitha fortunave që mund të krijohen gjatë së javës në jetën e saj, duhet të vazhdojë që të mbajë qëndrimin e saj stoik, pra, që të jenë vërtet më të qëndrueshëm në mënyrë që të kemi, siç e përmenda, një javë pak më pozitive. Zgjidhni mirë se me kë shoqëroheni, sepse në fund të fundit ne jemi vërtet personat që kemi rreth rrotës, ndikojmë vërtet shumë si nga morali, po ashtu edhe nga botë kuptimi që kemi, sepse çdo komunikim që bëjmë me personat që kemi rreth rrotës automatikisht na ndikon shumë më tepër. Për këtë arsye, për shenjën e gaforës, do t'i këshilloj që të përzidhemi personat të cilat zgjedhin që të bëjnë një shkëmbim energjish, pra, qoftë kjo materiale, qoftë monetare, qoftë edhe përsa i përket komunikimit, pra, është e vlefshme. Kemi punuar shumë. Për shenjën e gaforës është një periudhë në të cilën kam punuar vërtet shumë, kemi pasur vërtet shumë sfida, sidomos përsa i përket karrierës, dhe kjo punë mund mos ke dhënë rezultatin të cilin ata kanë menduar që meritonin. Do të duhet të them që në këto momente kemi filluar që të vëmë re ndryshimet, ose më të themi kemi filluar që të vëmë re rezultatet, por janë shumë të ngadalta, dhe kjo motivoi ata që janë të shenjë gaforës që të humbasin vetbesimin dhe të heqin dorë pikërisht në momentin e fundit, ndërkohë që kjo është java vërtet vendimtare. Me kalimin edhe të Saturnit tek shenja e Dashit, këtu do fillojmë që ta ndjejmë edhe më tepër. Ndërkohë që do të kemi gradualisht një rritje në mirëqenie vërtet shumë të madhe. Edhe për gaforën, këto do ta ndjejmë shumë herë më tepër pas datës 10 qershor, por edhe në këto momente do të fillojmë që të vëmë re që do të lëvizin gjëra, se s'po mirë të fjalë, do të lëvizin gjëra, do të fillojmë që të kemi ndryshime shumë të mëdha, sidomos përsa i përket anës materiale. Do të kemi një rregullim të dukshëm edhe në mirëqenien e tyre, sepse morali i tyre në këtë gjatë sa javë do të vëmë re për të gjitha shenjat pothuajse do të kemi gradualisht një rritje në moral. Të gjitha ai stres që mund të jetë akumuluar nga hëna e plotë që ndodhet tek shenja e akrepit për gaforën, gjatë sa javë do të fillojë që të tretet dhe kjo do të shndërrohet në diçka pozitive. Mund të kemi edhe prezantime pothuajse të menjëhershme, mund të kemi edhe një lidhje të papritur. Këto janë në përgjithësi ndikime të cilat mund të vinë pak surprizë dhe nuk arrim që të perceptojmë nëse janë të duhur apo jo. Në këtë rast, për shenjën e gaforës, do të këshilloj që të përdorni intuitin e tyre, duke qenë se është një nga shenjat e cila ka energjinë intuitën më të lartë. Okej. Dhe kemi arritur tek shenja e Luanit. Atëherë, edhe për shenjën e Luanit, një lloj siç ishte tek gaforja, mund të jemi pak më të lodhur, sepse kemi pasur një energji e cila varion të shumë dhe nuk kemi ditur se si ta përdorim. Pak më tepër, duke qenë se kemi shumë vendosje tek shenjat e Zjarrit, kjo energji mund të ketë qenë shumë e lartë në disa momente dhe mund të ketë kaluar pak edhe në agresivitet, ose një imponim drejt personave të tjerë dhe ndaj tyre. Do më varet nga situata. Gjithsesi, kjo i ka bërë ata që të jenë vërtet shumë të lodhur.
E njëjta situatë mund të vazhdojë që të jetë aktive gjatë kësaj jave, por me ndryshimin e vetëm që për shembull e Luan do të kemi mundësi të shumta për të zhvilluar në karrierë. Tani në këtë pikë do të kem disa këshilla. Një, në radhë të parë, duhet të marrim më tepër riske, pra nuk mund të vi asnjë gjë në qoftë se rrin dhe presin, duhet të fillojnë që të marrin pak më tepër riske në mënyrë që të përparojnë në karrierën e tyre. Por këto riske nuk duhet të jenë me hamendje, duhet të jenë të studiuara mirë dhe të jenë vërtet shumë të sigurt. Mund të heqin dorë në ndikimin e shoqërisë të tyre ose të familjarëve të tyre, të cilët mund t'i stresojnë më tepër se çfarë duhet. Në këtë rast do t'i këshilloj shenjën e Luanit që të përdorin atë intuitën e tyre, të përdorin informacionet që kanë marrë deri tani, të përdorin atë eksperiencën e jetës që kanë pasur deri tani, në mënyrë që të vendosin dhe të hedhin hapa drejt një arritjeje që mund të kenë në karrierë. Do të kemi ndryshime të shumta gjatë kësaj jave, sidomos me kalimin e të diellit tek shenja e binjakëve, do të kemi një zgjerim në jetën e tyre sociale, mund të socializohen vërtet shumë si me shoqërinë e tyre, mund të kemi dalje jashtë shtetit ose udhëtime të shumta dhe të shpeshta, më duhet të them. Dhe gjatë kësaj periudhe edhe stresi në të njëjtën kohë mund të rritet pak më tepër, sidomos në ndikimin, siç e përmenda, të personave të cilët janë afër, si nga familjarët, nga partnerët e tyre e të tjerë. Në këto raste për shenjën e Luanit të këshilloj që të jenë pak më të rezervuar dhe të fokusojnë energjinë e tyre brenda vetes së tyre në mënyrë që të mos luhaten në momente që duhet që të marrin hapa ose të hedhin hapa ose të marrin vendime vërtet vendimtare. Dakord, këto ishin ndikimet që kisha në lidhje me shenjën e Luanit dhe po kaloj tek shenja e Virgjëreshës. Virgjëresha në këto momente është në ndikime shumë pozitive, arsye që këto ndikime janë pozitive, sidomos ata që janë me shenjën e diellit këtu, janë në ndikime shumë pozitive sepse vazhdojmë që të kemi diellin tek shenja e Demit, që është një shenjë toke, një lloj siç është Virgjëresha, po ashtu kemi edhe Mërkurin që është drejtuesi i tyre më së fundit tek shenja e Demit dhe ky e bën ata vërtet shumë më stabil. Por ky stabilitet mund të kthehet edhe në një dëshirë shumë të madhe për siguri, për të qenë të sigurt për çdo hap që ata hedhin. Për këtë arsye, për Virgjëreshën, këshilla do të ishte që të heqin dorë nga perfeksioni. Në këto momente kanë nevojë që të veprojnë. Pra, është e pamundur që gjithçka të jetë perfekte, të jetë në momentin e dur, në kohën e dur, në vendin e dur, ashtu siç e dëshirojnë ata, që të jetë në mënyrë të jetë perfekte për gjithçka. Prandaj dhe duhet që të hedhin hapa, të përdorin jo logjikën e rrept në këtë rast, por përdorin pak edhe intuitën e tyre, të përdorin pak edhe eksperiencën që ata kanë nga jeta. Dhe të mundohen që të marrin bile dhe këshilla nga personat që kanë rreth dhe rrotull. Jo të bëjnë siç e thonë ata normalisht, po të marrin këshilla për tyre sepse kjo do t'i ndihmojë që të marrin guxim dhe të veprojnë në momentin që duhet të veprojnë. Do të kemi ngjarje të pafundme gjatë kësaj jave, përpallje, përplasje bile do të them me personë, sidomos ata që kanë meritën e tyre të ngushtë, edhe me familjarë të shtëpieshme, të cilët mund të bëjnë ata që të ndryshojnë këndvështrimin që kanë për jetën, filozofinë, ideologjinë që ata kanë për jetën. Mund të kuptojnë se ku kanë ka qenë të gabuar, ku mund të kenë ngecur, dhe kjo do t'i ketë penguar që të kanë avancuar, që të çlirohen në një farë mënyrë nga prangat e të shkuarës ose asaj çfarë ata mendonin se duhet të ndodhte në jetën e tyre. Që sa jave është një periudhë vërtet shumë pozitive për të kuptuar më mirë veten e tyre dhe për të avancuar, pra siç e përmenda, si në karrierë, po ashtu dhe në jetën e tyre shoqërore, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhjet dhe marrëdhëniet që ata kanë me partnerët e tyre. Kjo është java e fundit në të cilën mund të kemi vështirësi për shenjën e Virgjëreshës në lidhje me partnerët, duke qenë se këtu është më tepër vlefshëm për ata që kanë ascendentin tek shenja e Virgjëreshës, duke qenë se kemi ditët e fundit që edhe Saturni ndodhet tek shenja e Peshqve, që është përballë me ta dhe reprezenton pikërisht pra partneritetet. Këtu përgjithësia ju bie pak më tepër përsëri shenjës së Virgjëreshës në mënyrë që ata të jenë pak më empatik, të vazhdojnë që të jenë më empatik dhe të përzidhen mirë fjalët që thonë.
Ndërkohë që për karrierën do të ndodhi komplet e kundërta, sepse do të kemi mundësi të shumta, oportunitete të shumta që do t'ju njëjtë natyrë dhe do të këshilloj që t'i përdoren, të fokusohen pikërisht tek gjërat të cilat po ecin, po avancojnë vetvetiu, më tepër se sa ato që mendojnë ata se duhet të ecin. Pra, është gjithçka varet komplet nga shenjëvëzhgjes që kësaj jave, kanë mundësi për të rritë vërtet shumë nëse në fokusohen tek gjërat e gabimeve. Dhe peshorja. Edhe për peshorën është një të gjë e vlefshme. Duhet të heqë dorë nga kontrolli i tepërt, por për peshorën është e vlefshme në lidhje me marrëdhëniet. Pra jemi të fokusuar këtu, në lidhje me partneritetet, në lidhje me kontratat e ndryshme, po të ardhur materiale, pra bashkëpunimet që mund të kemë pasur. Gjatë kësaj jave duhet të jenë të fokusuar më tepër tek fuqia e tyre e brendshme. Dhe këta është një javë në të cilë do të jenë të detyruar me të themi që të heqin dorë nga gjithçka që është toksike në jetën e tyre dhe që nuk funksionon. Kemi lidhje të cilat mund t'i kemi mbajtur në jetën e tyre dhe këta një lloj siç ishte tek shenja e dashit, të cilat edhe pse nuk funksiononin, apo dhe tek euforia, të cilat edhe pse nuk funksiononin, i kanë mbajtur në jetën e tyre sepse nuk donin që të ishin vetë. Dhe kjo është e vlefshme shumë për shenjën e peshorës. Gjatë kësaj jave, siç e përmend, do të jetë detyruar që të heqin dorë, dhe jo vetëm nga këto lidhje, nga çdo gjë që ata i mban mbrapa, që nuk i bën të ndjehen mirë, nuk i bën të ndjehen të vlerësuar. Dhe do të përballen me realitetin. Do të jenë të detyruar më të themi që të përballen me realitetin. Do të këshilloj edhe për ta, një lloj siç ishte tek shenja e dashit, që të jenë pak më të kujdesshëm në lidhje me harxhimet që bëjnë. Duke qenë se te drejtuesi i tyre është i vendosur aktualisht tek shenja e dashit, kjo i bën ata shumë më tepër impulsiv në lidhje me këto tema, pak më tepër që edhe hëna plot ndodhi tek shtëpia e tyre e dytë, pra sidomos ata që kanë ascendentin tek shenja e peshorës, do t'i këshilloja shumë që të jenë të kujdesshëm në lidhje me harxhimet që bëjnë gjatë kësaj jave, sepse mund të kemi harxhime të kota, në të njëjtën kohë mund të bëjmë edhe investime të cilat janë të pavlefshme. Këshilla tjetër do të ishte edhe të fokusohemi pak më tepër tek shëndeti. Kjo është e vlefshme normalisht për të gjitha shenjat, por për shenjën e peshorës do të këshilloj që të jemi pak më tepër, duke qenë se në këto momente mund të jemi pak më të prekur për sa i përket hormoneve dhe sistemit imunitar. Një shprehje ose më të themi diçka që ndoshta mund t'i ndihmoj është edhe frika nuk të ndihmon në momente që duhet të heqësh dorë, duhet të heqësh pra tjetër dorë kur kupton që është e domosdoshme. Pra, për shenjën e peshorës këtë duhet të jetë motoja pak a shumë e kësaj jave. Pra, frika nuk ndihmon për asnjë gjë, nuk kemi se çfarë të bëjmë, nëse është domosdoshme duhet të ishni patjetër dorë. Çfarë do që të jetë dhe kush do që të jetë. Këtu nuk po them që duhet të kemi bëjmë ndarje e të tjerë, ajo është e gabuar të thuhet, por nëse diçka është toksike, një diskutim apo një debat, dhe nëse nuk gjendet zgjidhje, do të këshilloj që të fokusohesh tek gjërat të cilat janë të shëndetshme në këto momente dhe për të rritur atë vetbesimin dhe vlerën që ata kanë brenda vetes së tyre. Okej, po kaloj tek shenja e akrepit. Për shenjën e akrepit kjo javë është shumë vendimtare. Ka filluar që sot ky sindikim dhe do të vazhdojë deri në fund të javës, do të them që do të vazhdojë 10 ditët në vazhdim. Dhe ajo çfarë do të vendoset për akrepin nga ata vetë apo nga ambienti dhe nga shoqëria që i rrethon, e njerëzit që i rrethon më të themi, do të jetë bashk apo vetëm. Sepse do të përzgjedhin të gjithë njerëzit që kanë në jetën e tyre. Këtu më tepër është në lidhje me partnerët e tyre. Çdo lidhje e cila nuk është toksike nuk funksionon. Për shenjën e akrepit është vërtet vendimtare kjo javë, sepse ata do të përzgjedhin, ose më të themi, edhe ata vetë persona mund të largohen, ose mund të hyjnë në jetën e tyre. Pra është vendimtare, siç e thash, në të dy rastet. Atëherë, e priste apo nuk e priste akrepi që të ndodhte gjatë kësaj jave, fushat në cilat janë shumë të ndikuar janë lidhjet, martesat, partneritetet. Do të mbarojnë ose do të fillojnë, do të kemi lidhje surprizë. Bile këto lidhje surprizë për ata të cilët nuk janë në një lidhje, pra mund të jenë edhe me persona të cilët janë të njohur, ose persona që i njohin, kanë një farë admirimi, ose le të themi në këtë mënyrë, që kanë ndjenje, mund të kenë pasur për një periudhë të gjatë në mënyrë platonike, por nuk besoni se ata mund të shikonin. Pra, gjatë kësaj jave mund të kemi surpriza të tilla për shenjën e akrepit. Ndërkohë që
Do t'i këshilloj edhe diçka tjetër, kemi një tension shumë të lartë për shenjën e akrepit, një tension i cili ndikon trysni shumë të madhe nga jashtë, e cila mund të ndikojë edhe në tensionin tonë të trupit. Pra, po ashtu është e vlefshme edhe në lidhje me hormonet. Në këtë rast, që si ishte tek shenja peshore, do t'i këshilloj që të bëjnë testimet e nevojshme nëse nuk e ndjeni veten mirë. Për sa i përket anës materiale dhe rritjeve në karrierë, për shenjën e akrepit kemi ndryshime shumë të mëdha në këto momente. Këto ndryshime në përgjithësi do të fillojnë nga besimi që ata kanë, ose më të themi në mënyrë se si ndihen brenda banesës dhe familjes së tyre. Këtu duke qenë do të fillojnë që të ndihen më të sigurt, automatikisht do të fillojnë që ta vënë re këtë ndryshim edhe në karrierën e tyre. Marrëveshjet që mund të bëjmë gjatë kësaj jave do të jenë vërtet shumë herë më tepër pozitive, duke qenë se dhe dielli do të kalojë tek shenja e binjakëve, pra pas as 21% e akrepit, marrëveshjet do të jenë vërtet shumë herë më tepër pozitive. Nëse dëshironi që të bëni diçka të tillë ose të merrni kredi për shembull, kjo është shumë e vlefshme. Sidomos kredit në lidhje me blerjen e shtëpive janë shumë herë më tepër efektive. Po, shenja e akrepit, sidomos hormonet seksuale, ato janë shumë herë më të prekura për shenjën e akrepit, duke qenë se është edhe shenja që përfaqëson vazhdimsinë e fisit pra, vazhdimsinë tonë, më të themi, që automatikisht reprezenton seksin. Pra normalisht është shumë ndikuar shenja e akrepit. Kjo është thjesht në klapa, kjo hënë e plot që ishte tek shenja e akrepit, kishte një ndikim shumë të madh për sa i përket hormoneve, duke qenë se ishte tek shenja e akrepit. Dhe nëse jeni individ të cilët keni shumë probleme me hormonet ose keni pasur për një periudhë të gjatë, kjo mund të thotë edhe shërim, por nuk është se është vetvetiu, normalisht do të shkoni te doktori të bëni testet për kacet, dhe në këto momente ka mundësi shumë të madhe që të dalin në sipërfaqe, ose që ta kuptohet nga testi se ku qëndron problemi, të gjeni zgjidhje. Pra kjo është në klapa. Është e vlefshme për të gjitha shenjat, nuk është e vlefshme vetëm për akrepin. Okej, shigjetarin. Për shigjetarin, ajo çfarë do të këshilloj që të jemi të kujdesshëm është shëndeti i jashtëm dhe i brendshëm. Pra, edhe shëndeti i trupit, po ashtu dhe shëndeti jonë i brendshëm, shëndeti shpirtëror pra. Gjatë gjithsej periudhë për shenjën e shigjetarit mund të jemi pak të lodhur, duke qenë se kanë pasur shumë përgjegjësi në jetën e tyre. Një lloj siç ishte tek shenja e binjakëve, por shenja e shigjetarit e kanë ndier shumë më tepër. Mund të kemi pasur përgjegjësi shumë të mëdha në trup, në kurizëm, më të themi. Mund të jenë ndier të tradhtuar, në disa raste edhe të përdorur, sepse njerëzit shkojnë edhe vinë vetëm marrin prej ta, ose ndoshta ashtu e kanë ndier ata. Në tjetër kohë mund të jenë kujdesur për personat të cilët nuk janë mirë me shëndet, ose mund të kenë bërë më tepër se çfarë nevojitet për familjarët e tyre, për njerëzit që i rrethojnë. Kjo është arsye që për shenjën e shigjetarit mund të ndihen pak të lodhur. Por të mos harrojmë, e kam përmendur disa herë, po e them edhe tani. Kjo ka ndodhur vetëm që shenja e shigjetarit të mësojnë empatinë dhe të kuptojnë më mirë se çfarë mendon ose çfarë ndjen personi përballë. Dhe kjo do t'i bëjë vërtet shumë mirë, duke qenë se që tani tutje do fillojnë të ndjen nga ky javë dhe në vazhdim, sidomos pas datës 10 qershor, këtu ta ndjen edhe më tepër, do të kemi një përmirësim të dukshëm në mirëqenien, në vlerësimin që ata i japin vetes, dhe automatikisht duke qenë se do ta vlerësojnë më tepër veten e tyre, do të vlerësojnë shumë më tepër dhe nga ambienti që i rrethon. Ajo çfarë do të ishte një këshill tjetër, do të ishte edhe që të përkujdesen pak më tepër në marrëdhëniet që kanë me familjarët e tyre, sidomos për sa i përket nënave dhe baballarëve të tyre, do t'i këshilloj që të jenë pak më të përkujdesur me ta, më të vëmendshëm me ta, pra në lidhje edhe me komunikimin, në lidhje edhe me shëndetin e tyre. Ndërkohë që jeta sentimentale është në lulëzim për shenjën e shigjetarit. Një lloj siç ishte tek akrepi, mund të kemi njohje të papritura ose fillime të papritura, të cilat do të lulëzojnë nga lidhje ose me persona të cilat aty nuk janë priste mendje. Mund të ngelen midis dy zgjedhjeve gjatë kësaj jave shenja e shigjetarit, dhe këto dy zgjedhje mund të jenë për shembull të shkojmë me udhëtime jashtë të shtetit ose të rrim brenda në Shqipëri. Këto janë thjesht shembuj, ose të filloj punë në këtë vend apo të fokusojmë pak më tepër tek jeta familjare e të tjerë. Gjithsesi, gjatë kësaj jave kemi edhe mundësi që në qoftë se zgjedhim siç duhet, pra thjesht të jemi pak më të kujdesshëm, pak më të qetë ndaj zgjedhjeve,
Atëherë do të kemi mundësi që të kemi fillimin e një periudhe vërtet shumë pozitive dhe shumë fitimprurse mbi të gjitha. Më përhedhin hapa vërtet drejt një rregulli të ri në jetën e tyre shenjë shigjetare, duke qenë se dhe drejtuesi i tyre do të kalojë tek një shenjë e re. Automatikisht do ta ndjejmë më tepër duke filluar nga java që vjen. Dhe sidomos pas datës 10 qershor, këto do ndihet shumë herë dhe më tepër, duke qenë se Jupiteri vërtet që shkëlqen tek shenja e Gafores, ku do të kalojë në datën 10 qershor. Dhe Briciapi. Për Briciapin është lajm shumë i mirë kalimi i Saturnit tek shenja e Dashit. Është lajm shumë i mirë sepse Saturni nuk ndihet fare mirë tek shenja e Peshqive, ku aty u humbet vlerën e tij ose humbet mundësinë për të qenë i përgjegjshëm në gjërat që duhet të jetë i përgjegjshëm. Dhe fokusohet më tepër tek detajet e gabuar ose mund të themi dhe shkret komplet me ambientin dhe kjo i bën ata të ndihen vërtet shumë të lodhur. Por duke filluar nga ky javë do të thonë që të ndihen një ndryshim vërtet shumë të madh. Do të kemi lajme të shumta për shtatzani, lajme si nga të tjerët, po ashtu dhe vetë, pra personat që janë tek shenja e Briciapit. Prandaj dhe në qoftë se nuk dëshironi diçka të tillë, do t'i këshilloj që të jeni të vëmendshëm dhe të merrni masa. Mund të marrë vendime të menjëhershme në lidhje me fëmijët e tyre, për ata që kanë fëmijë, ose mund të kenë edhe rikthime ose takime të papritura, surprizë, le të themi, me personat që kanë njohur nga familja e tyre. Të gjitha këto faktikisht janë ndikim shumë i madh në jetën e tyre sentimentale, duke qenë se gjatë kësaj jave, sidomos 2 ditët në vazhdim, për shenjën e Briciapit, mund të kemi prezantime ose më them fillime të menjëhershme, një lloj siç ishte tek shenja e Akrepit, po ashtu dhe te shenja e Shigjetarit. Këto fillime mund të jenë edhe me persona, siç ishte tek shenja e Akrepit, me personat që mund të jenë të njohur. Mund të filloj të rahej zemër pa menjëherë dhe këta personat që përmendëm mund të jenë persona të njohur ose siç ishte tek shenja e Akrepit, persona të cilët mund të kenë pasur ndjenja për një periudhë të gjatë, por nuk e dinin që edhe ata mund të ndjenin të njëjtën gjë. Frika nga se do të kenë dhimbje ose do mund të përjetojnë dhimbje, mund t'i mbaj pak mbrapa. Kjo është e vlefshme jo vetëm për çështjet sentimentale, po ashtu është e vlefshme edhe në çdo gjë në jetën e tyre të përditshme, pra sepse do të duan që të kontrollojnë çdo detaj të jetës së tyre dhe në atë rast mund të humbasin vërtet shumë, mund të humbasin mundësi për të krijuar një lidhje të shëndetshme, mund të humbasin mundësi për të krijuar një mirëqenie materiale. Dhe nga ana tjetër, mund edhe të rrezikojnë shumë për sa i përket çështjeve që janë lëret e fatit apo gjëra të tilla, për të cilat nuk do i këshilloja fare gjatë kësaj jave që të merresh pra. Duke qenë se mund të kemi humbje vërtet shumë të mëdha. Ajo çfarë do të këshilloja për shenjën e Briciapit gjatë kësaj jave do të ishte që të dëgjonin zemrën e tyre, sepse do t'ju tregoj vërtet rrugën e duhur dhe të thonin personave që kanë rreth ato që i duan, në qoftë se kanë një person në jetën e tyre, pra partnerët e tyre, fëmijët e tyre, familjarët e tyre, do t'i këshilloj që të shprehnin ndjenjat e tyre sepse do të jetë më e dobishme për ta gjatë kësaj jave që ata të ndjehen mirë vetë edhe moralisht, pra, dhe ky moral i lartë do të ndihmojë automatikisht në çdo fushë të jetës së tyre. Në një detaj tjetër që është vërtet shumë e rëndësishëm, mund të përballen për shenjën e Briciapit me persona të cilët janë hipokritë. Dhe këta mund të jenë bile dhe persona të cilët mund të kenë qenë për një periudhë të gjatë në jetën e tyre. Mund të kemi zhgënjime për këtë arsye. Dhe ajo çfarë do të këshilloja, do të ishte që të fokusoheshin pikërisht tek vetja e tyre, të mblidhin pra energjinë brenda vetes së tyre dhe të shprehin atë çfarë ndjejnë vërtet në zemrën e tyre. Pra, fokusimi tek vetja dhe shprehja e ndjenjave dhe mendimeve të tyre ndaj personave tek të cilëve janë të sigurt. Kjo do të ndihmojë ata që të krijojnë një sens kontrolli të shëndetshëm gjatë kësaj jave, e cili do të ndihmojë shumë edhe në moralin e përgjithshëm, siç e përmenda, po ashtu dhe në
është shumë e rëndësishme në rritjen e tyre në karrierë dhe në një stabilitet shumë të madh brenda familjes dhe banesës së tyre. Pra në qoftë se kemi nevojë të zhvendosemi, mund të zhvendosemi, por në përgjithësi për shenjën e bricjapit gjatë kësaj jave do të fillojmë një fazë shumë stabilizuese. Dhe jemi tek ujori. Për shenjat fikse gjatë kësaj jave vërtet që kemi një rebelim. Edhe për ujorin nuk është ndryshe dhe ai do të rebelohet vërtet dhe do të thyej zinxhirin e tij, do të çlirohet nga çdo lloj rrënjosi e pashëndetshme. Pra do të rrënjos çdo element negativ që ekziston në jetën e tij. Është një javë vërtet shumë e rëndësishme dhe shumë pozitive nga ky aspekt. Drejtuesi i tyre në këto 2 ditë në vazhdim, pra ditën e hënë dhe të martë, do të jetë në takim, do të jetë në ndikimin, më të themi, edhe të diellit. Pra dielli më do të jetë në takimin e Uranit dhe kjo do t'i bëjë shenjës ujorit vërtet shumë mirë. Në këto momente kemi edhe Plutonin të vendosur tek shenjat e tyre dhe është në retrograd. Kjo mund t'i bëjë ata bardhë dhe zi sepse ky është efekti i Plutonit. Por ky efekt gjatë kësaj jave do t'i bëjë vërtet shumë mirë sepse do të kemi një kënd pozitiv me diellin, duke filluar nga data 21. Pra do të fillojmë të ndjejmë që ditë të mërkurën në mëngjes dhe gjatë gjithë javës në vazhdim. Kemi një ndryshim shumë të madh. Përsa i përket familjes, shtëpisë, banesës, fisit, rrënjëve pra në përgjithësi për shenjën e ujorit, dhe këto ndryshime në përgjithësi do të jenë pozitive. Janë më të aftë në këto momente shenja ujorit që të perceptojnë dhe të përdorin intuitën e tyre. Ka një uri të shumta, të cilat i ndihmojnë ata për të hedhur hapat e nevojshme dhe të domosdoshëm në jetën e tyre. Mund të kemi probleme në marrëdhëniet në çift, duke qenë se Marsi ndodhet përballë me ta tek shenja e Uluanit, dhe kjo do të thotë një agresivitet pak të lartë në marrëdhëniet personale, pra në marrëdhëniet në çift. Gjithsesi, nëse jemi të vëmendshëm, jemi pak më empatik ndaj personit, pra partnerëve tanë, e kemi më të thjeshtë për të zgjidhur këto probleme. Mërkuri vazhdon që të jetë tek shenja e Demit dhe kjo krijon një komunikim më stabil, mund të marrim edhe një ndihmë ose perspektivë shumë të vlefshme nga familjarët tanë, nga prindërit tanë, pra, dhe kjo mund të ndihmojë edhe për zbutjen e marrëdhënieve që kemi me familjarët. Gjithsesi, këto 2 ditë do t'i këshilloj që të fokusohemi më tepër tek empatia sesa 2 ditë në vazhdim, pra sesa tek këshillat që marrim nga familjarët, sepse do të kemi edhe një kënd negativ midis Mërkurit dhe Marsit që do të vazhdojë ndikimi. Dhe mund të marrim edhe mendimin e gabuar vetëm këto 2 ditë, ndërkohë që duke filluar nga Mërkuri tuti do të kemi komplet të kundërt, dhe çdo këshill që mund të marrim nga familjarët do të jetë shumë e vlefshme dhe shumë pozitive. Nga e Mërkuri tuti mund të kemi edhe udhëtime të shumta, duke qenë se dielli do të kalojë tek shenja e binjakëve. Ky do të jetë një zgjerim vërtet shumë i madh në jetën e tyre sociale, në botë kuptimin që ata kanë. Do të kemi një zgjerim shumë të madh edhe në zhvillimin e tyre. Mund të marrin trajnime të shumta, mund të fillojnë që të vlerësojnë më tepër edukimin që ata kanë marrë deri tani. Pra, kjo do të përkthehet automatikisht edhe në një mirëqenie vërtet shumë të madhe, në një rritje në anën e tyre ekonomike. Ndërkohë, ajo çfarë do të këshilla për javën për shenjën e ujorit do të ishte e shkuara, është në të shkuarën fokusimi duhet të jetë gjithmonë tek e ardhmja. Kjo do të ndihmojë shumë ata, ky si moto, do të ndihmojë shumë ata për të përzgjedhur mirë se ku duhet të fokusohen. Pra, nëse fokusohen tek e shkuara, mund të humbasin shumë mundësi që ju dalin përpara në këto momente. Ndërkohë, nëse fokusohen tek ajo çfarë duhet, tek zgjidhja, pra jo të problemi, automatikisht do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe gjatë kësaj jave dhe një moral më të lartë normalisht. Okej, dhe kemi arritur tek peshqit. Për peshqit, kjo javë mund të jetë pak e vështirë, duke qenë se Saturni ndodhet tek grada e fundit. Por, kemi një lajm të mirë, Saturni do të mbarojë rrugëtimin e tij, pra udhëtimin e tij tek shenja e peshqve ditën e diel. Dita e diel për këtë arsye është më pozitive. Mund të kemi më të themi keq kuptime të shumta gjatë kësaj jave, mund të kemi diskutime të zjarrta dhe të panevojshme me të gjithë njerëzit që na rrethojnë, nuk është të fokusuar vetëm tek një individ. Dhe në këtë rast do t'ju këshilloj që të dëgjoni shpirtin tuaj, intuitën tuaj dhe jo atë çfarë keni logjikën tuaj didakte, pra atë çfarë keni mësuar përmendësh, sepse kjo mund t'ju shtyjë juve në rrugë të gabuara.
Shenja e peshqve është shenja më intuitive në zodiak. Pra janë vërtet personë të cilët kanë një intuit shumë të zhvilluar. Një lloj siç janë gjitha shenjat e ujit, por sidomos shenja e peshqve janë shumë më të ndjeshëm. I ndjen shumë më tepër dhe personat dhe energjinë që kanë rreth rrotull. Dhe gjatë kësaj jave do të hyjë vërtet shumë në punë kjo si gjë. Do të kemi ndryshime në perceptim dhe kjo do të jetë për mirë. Këto ndryshime në perceptim do të ndihmojnë shumë ata që patëm më të themi si ndikim i hënës së plotë tek shenja e akrepit. Ky perceptim ndryshe tashmë do të bëjë edhe që të shikojnë gjithçka nga një pikpamje tjetër. Do të kemi një zgjerim shumë të madh dhe për ta në botë kuptimin që kanë. Automatikisht do të kemi kjo do të krijojë mundësi për një zgjerim shumë të madh në jetën e tyre sociale, në një zgjerim shumë të madh në lidhje me karrierën e tyre. Këtë do ta ndjejmë shumë më tepër pas ditës së mërkurë, duke qenë se dielli do të kalojë tek shenja e binjakëve. Për peshqit, kalimi i diellit tek shenja e binjakëve do të thënë një përmirësim i dukshëm në jetën e tyre familjare. Do të kemi krijimin e stabiliteti këtu dhe ndryshimin e stineve. Për ta do të kemi kalimin e një stine shumë më pozitive, shumë më pranverore. Do të kemi një përmirësim të dukshëm edhe të ardhurave materiale me kalimin e të Saturnit tek shenja e dashit. Këtu nuk do të vi vetvetiu, do të duhet që të mbajmë vërtet përgjegjësi dhe të bëjmë punën ashtu siç duhet në mënyrë që të kemi përfitime, por Saturni kur vendoset tek shtëpia e dytë, pra në këtë rast është e vlefshme shumë më tepër për ata që janë me ascendent tek shenja e peshqve, kur punojmë ashtu siç duhet, por kur jemi të përgjegjshëm ndaj punës tonë, Saturni neve na jep dhurata vërtet shumë të mëdha, ne shpërblen vërtet shumë mirë pra, dhe këtë për shenjën e peshqve do të fillojmë ta ndjejmë shumë më tepër, duke filluar nga java në vazhdim, por këtë javë do të fillojmë që të ndjejmë pra ato përpëlitjet e para. Këto ishin ndikimet që kisha në lidhje me të gjitha shenjat. E përmenda edhe në fillim të videos, edhe në mes diku, që këtë video do ta vë tek kanali im YouTube-it. Do ta vë videon e plot, do ta ndaj në shenja. Mënyra se si do t'ju këshilloja që ta dëgjoni këtë video do të ishte si fillim parashikimi i përgjithshëm, pra ndikimet që kemi të gjithë ne, sepse ato ndikojnë natyrën dhe ne jemi pjesë e natyrës, automatikisht ndikojmë të gjithë. Ndërkohë që pas kësaj do të këshilloj që të dëgjonit ascendentin dhe pas ascendentit të dëgjonit shenjën tuaj të diellit. Në qoftë se nuk e dini ascendentin tuaj, por dini orën e saktë, mund ta gjeni duke futur të dhënat tuaja në shumë faqe që ekzistojnë në internet. Mjafton që të kërkoni harta natale, atëherë mund të gjeni ascendentin tuaj mbi të gjitha vendosjet tuaja planetare. Një nga faqet të cilat unë preferoj quhet Astrosik. Aty mund të gjeni shumë thjesht. Nuk do ju këshilloj që ta bënit këtë veprim tek ChatGPT sepse i nxjerr vendosjet e gabuara. E kam provuar për veten time, pra më kanë nxjerrë të gabuara, nuk e këshilloj. Ndërkohë që për ata të cilët nuk e din orën e saktë të lindjes, mund ta marrni si shërbim nga unë, është një shërbim me pagesë, mund ta merrni vetëm gjetjen e orës së saktë, që rektifikacion, ose mund ta merrni si pjesë e paketave, është komplet zgjedhja juaj. Paketat janë konsultat të cilat unë ofroj, bëhet analizë e hartës, bëhet parashikimi për të ardhmen e të tjerë, dhe janë të gjitha specifike për ju. Pra nuk mund të kemi, nuk janë dy harta një lloj, që automatikisht janë specifike për person. Në mënyrë që të prenotoni konsultën tuaj, mund të më shkruani, ju lutem më shkruani, sepse nuk mund të përgjigjem gjithmonë telefonave, nëpërmjet WhatsApp-it ose Instagramit. Këto ishin ato që kisha për të thënë. Shumë faleminderit që më ndoqët, ishte dorë e vonë. Shemi përsëri, siç e përmenda, do të bëjmë nesër një lidhje të drejtë për drejtë për hënën e re, e cila do të jetë tek shenja e binjakëve. Natën e mirë. Pafshim.